Përshëndetje, po takohemi përsëri me recetat e mia të radhës të turshive. Kësaj here do ta përgatismi së bashku një recetë të turshive, të cilat janë të përzira, gjithë së bashku do t'i fusim i turshi. Këtu e kemi 1 kg e gjysmë karrot, 2 kg trangu të vegjël, 2 kg lule lakër, 1 kg e gjysë spec, 3 molla të gjelbërta, 2 qep të kuqe dhe pastaj do t'ja zim edhe ujin për konzervim. Fillimisht perimet, siç e dim, duhet pastruan, pastaj filloj me procedurën. Tani perimet i kam pastruar të gjitha. M'duket se harrova me cek që këtu duhen me qenë edhe 1 kg e gjysmë domate të verdha. Po m'kujtohet se m'duket nuk e përmenda. Tani fillojmë me procesin e konzervimit. Unë do ta mbushi këtë, ne e quajmë bure, nuk e di si e quani ju. Fillojmë me mbushjen. Gjithmonë këto do t'i shpojmë kështu. Edhe specat do t'i shpojmë. Mollën. Qepën e kuqe. Lule lakrën, të gjitha i kam pastruar. Do t'i fusmi kështu gjitha me radhë. Pastaj do t'ja përgatismi ujin. Kështu shkoj me radhë. Shikoni, lloj-llojshmëri e ngjyrave. Vendosi lule lakrën, po mundohen çdo detaj ta shpjegoj dhe t'jem sa ma e qartë për mënyrën e konzervimit të këtyre turshive. S'na mbetet tjetër vetëm t'ja përgatismi ujin. Si që shihni, e kam përfundu mbushjen e burrës. Këto pastaj, kur ti hidhet uji i ngrohtë, këto pastaj do t'bijen te poshtë, do t'lirohet vendi. Nuk është problem, edhe pse janë tani kështu deri lart e mbushur. Tani do ta shikojmë se si do ta përgatisim ujin për të cilën do të konservohen ky lloj-llojshmëri i perimeve apo turshive përdimër. Shkojmë tani me ujin. Tani filloj me përgatitjen e ujit. Na nevojitën 10 litra ujë, 2 litra ufëll e butë, 9%, 300 gram sheqer, 360 gram krep, 2 ose 3 fletë dafine, biber i zi kokër dhe 2 kese konservues për turshi.
Tani fillojmë me përgatitjen e mosës. Miket e mia, si që shihni, unë ujin e nxehtë ja kam hedh specave dhe i kom mbyll me një herë për me bo mbyllje hermetike. Tani për tani nuk duhet të hapët, duhen që specat spaku të qëndrojnë 2 deri në 3 javë të mbyllura, por ju bazoni në recetën edhe në masën të cilën ja kam treguar për langun e specave. Procedura është e lehtë, përgatiten shumë shpejt dhe janë shumë të shijshëm. Besoj që nuk do zgënjeni nga kjo recetë. Faleminderit që e përcjellni kanalin tim. Faleminderit për komentet e mira. Jam shumë e kënaqur nga ana juve. Për me qenë gjithmonë pranë recetave të rejave të mia, subscribe kanalin Gatimet e Shpresës. Pres edhe komentet e mira po ashtu. Faleminderit shumë, shihemi në recetën e radhës.